Themeli fort për humbje peshe të shëndetshme. Dobësimi nuk është një luftë kundër ushqimit, por një zgjedhje e mençur e tij. Shumë njerëz mendojnë se për të humbur peshë duhet të hanë më pak, të vuajnë uri ose të ndjekin dieta ekstreme. Në realitet, sekreti i vërtet qëndron te çfarë hani, jo vetëm sa hani. Nëse tavolina juaj është mbushur me ushqime që ngopin për një kohë të gjatë, stabilizojnë sheqerin në gjak, nxisin metabolizmin, ulin dëshirën për sheqer dhe ushqime të dëmshme, atëherë dobësimi ndodh natyrshëm, pa stres dhe pa sakrifica të dhimbshme. Në këtë artikull të gjatë do të zbulojmë 6 ushqime thelbësore që nuk duhet të mungojnë kurrë në tryezën tuaj nëse synoni të humbni peshë në mënyrë të shëndetshme dhe afatgjatë. Në pjesën 1 do të fokusohemi në 3 ushqimet e para, duke i analizuar në detaje pse funksionojnë, si ndikojnë në trup dhe si t'i përdorni sakt. Ushqimi e 1. Avokado, yndyra që të dobëson. Shumë njerëz friksohen nga fjala yndyr, por jo çdo yndyrë është armi. Avokado është prova më e fortë se yndyrat e duhura ndihmojnë në dobësim, jo e pengojnë atë. Pse avokado ndihmon në humbje peshe? Avokado është e pasur me yndyra mono të pangopura, të njëjtat që gjenden në vajin e ullirit, fibra, kalium, vitamina B, E dhe K. Këto elemente bëjnë disa gjëra kyçe. Ngopin për shumë orë, kur hani avokado, stomaku dërgon sinjale ngopjeje më të forta në tru. Ulin insulinën, nivelet e qëndrueshme të insulinës parandalojnë grumbullimin e dhiamit. Reduktojnë dëshirën për sheqer, sidomos pas dite ose në mbrëmje. Studime të shumta tregojnë se persona që konsumojnë avokado rregullisht hanë më pak kalori gjatë ditës, kanë perimetër më të vogël të belit, humbin dhiamin abdominal më shpejt. Si ta konsumoni avokadon për dobësim? Gjysmë avokado në mëngjes me vezë, në sallata në vend të salcave të rënda, me kos grek dhe pak limon. Mos e kombinoni me bukë të bardhë ose ushqime të skuqura. Kujdes, avokado është kalorike, por nuk shëndoshet nëse përdoret me mas. Një avokado në ditë është ideale. Ushqimi e 2, vezët, proteina perfekte për djegje dhiami. Nëse do të duhej të zgjidhnim një ushqim të vetëm për dobësim, vezët do të ishin në krye të listës. Pse vezët janë kaq të fuqishme? Vezët përmbajnë proteina me vlerë biologjike shumë të lartë. Kolin ndihmon metabolizmin e dhiamit. Vitamina D dhe B12. Proteinat janë armiku më i madh i dhiamit sepse rrisin metabolizmin deri në 30 i për disa orë. Ruajnë masën muskulore gjatë dobësimit. Japin ndjenjë ngopjeje të fortë. Një mëngjes me vezë mund të ulë urin gjatë gjithë ditës. Reduktoj dëshirën për snacke. Ndihmoj trupin të djegë më shumë kalori edhe në pushim. Miti rrëzuar, vezët rrisin kolesterolin. Studimet moderne tregojnë se vezët nuk rrisin kolesterolin e keq tek shumica e njerëzve. Përkundrazi, ato përmirësojnë raportin HDL-LDL. Si ti përdorni vezët për dobësim? 2-3 vezë në mëngjes, të ziera ose të gatuara lehtë, me perime, spinaq, domate, qep. Shmangni vezët e skuqura në vaj të tepërt. Vezët janë të lira, të lehta për t'u gatuar dhe jashtëzakonisht efektive. Ushqimi e 3. Perimet jeshile, volumi që djeg dhiamin. Nëse stomaku juaj është gjithmonë i uritur, problemi nuk është vullneti, por mungesa e volumit të shëndetshëm. Perimet jeshile si brokoli, pene, sallata jeshile, lakra, ylli, janë armët më të fuqishme për dobësim. Pse perimet jeshile janë thelbësore? Ato kanë shumë pak kalori, shumë fibra, shumë ujë, minerale që aktivizojnë metabolizmin. Kjo do të thotë, hani më shumë, por merrni më pak kalori. Stomaku mbushet, truri qetësohet, tretja përmirësohet, dhiami fillon të digjet më shpejt. Fibra gjithashtu, ulin thithjen e sheqerit, ushqejnë bakteret e mira të zorve, ndihmojnë në bark të sheshtë. Si ti konsumoni perimet jeshile? Gjysma e pjatës duhet të jetë me perime, të ziera lehtë, në avull ose të freskëta, me vaj ulliri dhe limon. Mos i shoqëroni me salca industriale. Çfarë mësuam në pjesën 1? Yndyrat e mira nuk shëndoshin, përkundrazi ndihmojnë. Proteinat janë çelësi i dobësimit afatgjat. Volumi i shëndetshëm poshtë urin. Këto 3 ushqime krijojnë bazën perfekte për çdo plan dobësimi.
Ushqime që aktivizojnë metabolizmin dhe shkrin dhjamin. Por tani vjen faza tjetër, aktivizimi i metabolizmit. Shumë njerëz han pak, por nuk dobësohen. Arsyeja kryesore. Metabolizmi është i ngadalë. Trupi është në modalitet mbijetese. Hormonet e urisë dhe sheqerit janë jashtë ekuilibrit. Në këtë pjesë do të zbulojmë 3 ushqime të tjera kyçe, R4, 5 dhe 6 që ndezin metabolizmin, reduktojnë dhjamin abdominal, kontrollojnë oreksin emocional, ndihmojnë trupin të djegë dhjam edhe në pushim. Këto ushqime nuk janë magjike, por funksionojnë sepse bashkëpunojnë me biologjinë tuaj, jo kundër saj. Ushqimi R4. Peshku i yndyrshëm djegësi natyral i dhjamit. Peshqit e yndyrshëm si salmoni, sardelet, skumbria, toni i freskët, jo i konservuar me vaj, janë ndër ushqimet më të fuqishme për dobësim dhe shëndet hormonal. Pse peshku i yndyrshëm është kaq efektiv? Sekreti qëndron te omega 3, acide yndyrore esenciale që ulin inflamacionin kronik, përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës, rrisin djegjen e dhjamit, ndihmojnë trupin të përdorë dhjamin si energji. Inflamacioni i lartë është një nga armiqt kryesor të dobësimit. Kur trupi është inflamuar, ruan dhjamin, djeg më pak kalori, ka dëshirë për sheqer. Omega 3 vepron si qeles që hap derën e djegjes së dhjamit. Efekti hormonal i peshkut. Peshku ndihmon në uljen e kortizolit, hormoni i stresit, rritjen e leptinës, hormoni i ngopjes. Kjo do të thotë më pak uri emocionale dhe më pak grumbullim dhjami në bark. Si ta konsumoni peshkun për dobësim? 2-4 herë në javë. I pjekur në furr ose në skar, me perime jeshile dhe limon. Shmangni peshkun e skuqur. Një porcion peshku i yndyrshëm ndihmon trupin të djegë dhjamin edhe gjatë gjumit. Ushqimi R5. Tërshëra karburanti inteligjent për trupin. Karbohidratet kanë marrë një reputacion të keq, por jo të gjitha janë armiq të dobësimit. Tërshëra është një nga karbohidratet më të mençura që mund të konsumoni. Pse tërshëra ndihmon në humbje peshe? Tërshëra është e pasur me fibra beta-glukan, karbohidrate komplekse, magnez dhe hekur. Këto fibra ngadalsojnë tretjen, mbajnë sheqerin në gjak stabil, ulin urinë për shumë orë. Kur sheqeri në gjak është i qëndrueshëm, nuk ka kriza urie, nuk ka dëshirë për ëmbëlsira. Trupi nuk ruan dhjamin. Gabimi më i madh me tërshërën. Shumë njerëz e prishin efektin e saj duke shtuar sheqer, përdorur çokolata industriale, kombinuar me qumësht të ëmbëlsuar. Kjo e kthen një ushqim të shëndetshëm në një bombë kalorike. Si ta përdorni tërshërën për dobësim? Në mëngjes ose pas tërvitjes, me kos grek, fara chia ose fruta pylli, pa sheqer të shtuar. Mos e konsumoni vonë në darkë. Tërshëra është ideale për energji të qëndrueshme, jo për depozitim dhjami. Ushqimi R6. Kosi grek, aleati i heshtur i dobësimit. Shpesh i nënvlerësuar, kosi grek është një nga ushqimet më efektive për humbje peshe. Çfarë bën kosin grek kaq të veçantë? Ai përmban proteinat e larta, probiotik natyral. Proteinat rrisin metabolizmin, mbajnë masën muskulore. Probiotikët përmirësojnë shëndetin e zorrëve, reduktojnë fryrjen, ndikojnë direkt në peshë. Zorrët e shëndetshme, trup që dobësohet më lehtë. Lidhja mes zorrëve dhe dhjamit. Studimet tregojnë se njerëzit me florë të mirë bakteriale djegin më shumë kalori, ruajnë më pak dhjamin, kanë bark më të sheshtë. Si ta përdorni kosin grek? Si snack midis vakteve. Me fara lini, ara ose kanellë, pa sheqer, pa aroma artificiale. Shmangni kosin me fruta industriale. Kombinimi fitues i 6 ushqimeve. Kur këto ushqime kombinohen, uria zvoglohet, metabolizmi përshpejtohet, dhjami fillon të shkrihet. Shembull i thjesht ditor. Mëngjes, veza avokado. Drek, peshk, perime jeshile. Snat, kos grek. Dark, sallatë, vaj ulliri. Gabime që pengojnë dobësimin edhe kur hani shëndetshëm. Të hani shumë pak. Të shmangni yndyrat e mira. Të hani shpesh ushqime të përpunuara. Të mos flini mjaftueshëm. Dobësimi nuk është vetëm dietë, është ekuilibër.
Çfarë vjen më pas? Çfarë e bllokon dobësimin dhe si ta çlironi trupin nga dhjami? Nëse keni provuar dieta, keni ngrënë shëndetshëm, keni reduktuar porcionet dhe përsëri pesha nuk lëviz. Problemi zakonisht nuk është vullneti juaj. Problemi është se disa zakone dhe ushqime bllokojnë mekanizmat natyral të djegjes së dhjamit. Në këtë pjesë do të flasim hapur për ushqimet që sabotin dobësimin. Pse barku është më kokforti? Rolin e hormoneve. Si të rregulloni trupin pa dieta ekstreme? Kjo është pjesa ku trupi fillon të bashkëpunojë me ju, jo të luftojë kundër jush. Ushqimet që duken të shëndetshme, por ju shëndoshin. Një nga kurthet më të mëdha të dobësimit janë ushqimet që reklamohen si likt, fitness apo dietike. 1. Produktet pa yndyr. Kur yndyra hiqet, shtohet sheqer, shtohen aromat artificiale, rritet insulina. Insulina e lartë, ruajtje dhjami. Shembuj: kos likt me sheqer, salca sallate pa yndyr, biskota dietike. Më mirë yndyr natyrale se sa sheqer i fshehur. 2. Buke bardhë dhe produkte të rafinuara. Edhe nëse hani pak, rrisin sheqerin në gjak. Shkaktojnë uri pas një ore. Nxisin depozitimin e dhjamit. Buke bardhë kalori boshe. Zëvendësoni me drithëra integrale. Perime. Porcione të vogla tërshëre. 3. Lëngjet e frutave. Edhe një qindi natyrale. Nuk kanë fibra. Rrisin insulinën. Nuk ngopin. Është më mirë të hani frutin se sa ta pini. Pse barku nuk ulet i pari? Shumë njerëz pyesin: pse më dobësohen krahët dhe këmbët, por jo barku? Arsyeja hormonale. Dhjami në bark lidhet me insulinë, kortizolin, stresin, mungesën e gjumit. Nëse këta faktorë janë jashtë balancës, barku ruhet si rezervë mbijetese. Çfarë rrit kortizolin? Stresi kronik, gjumi i pamjaftueshëm, dieta shumë restriktive, kafe e tepërt, kortizoli lartë, bark që nuk ikën. Roli i gjumit në dobësim. Gjumi nuk është luks, është hormon djegës dhjami. Kur flini pak, rritet grelina, uria, ulet leptina, ngopja. Trupi kërkon sheqer. Vetëm një natë me gjumë të keq ul djegjen e dhjamit ditën tjetër. Synoni 7-8 orë gjumë. Errësirë totale. Pa telefon para gjumit. Si ta çlironi metabolizmin pa dieta ekstreme? 1. Mos hani shumë pak. Uria e vazhdueshme ngadalson metabolizmin, rrit stresin, nxit ruajtjen e dhjamit. Dobësimi nuk është dënim. 2. Hani proteina në çdo vakt. Proteinat mbajnë muskujt, rrisin djegjen, ulin urin. Shembuj: vez, kos grek, hesht, bishtajore. 3. Mos e hiqni yndyrën. Yndyrat e mira stabilizojnë hormonet, ndihmojnë trurin, ulin dëshirën për sheqer. Avokado, vaj ulliri, ara miq tuaj. Shenja që trupi juaj dobësohet edhe nëse peshorja nuk lëviz. Rroba më të lirshme. Bark më pak i fryrë. Më shumë energji. Më pak uri emocionale. Peshorja nuk është gjithmonë e drejtë. Plani i thjesht 7 ditor, mental, jo dietë. Hani 3 vakte të plota. Shtoni perime në çdo pjatë. Pini ujë rregullisht. Lëvizni çdo ditë, edhe ecje. Flini mirë. Trupi do të bëj pjesën tjetër. Dobësimi nuk vjen nga uria, vuajtja, ndalimi i gjithçkaje, por nga zgjedhje të zgjuara, hormone të balancuara, ushqime që punojnë për ju. Plan praktik ditor dhe si ta mbani peshën pa u kthyer mbrapsht. Deri tani kemi folur për çfarë të hani, pse funksionon dhe çfarë bllokon dobësimin. Por tani vjen pyetja më e rëndësishme. Si ta zbatoj këtë çdo ditë pa u lodhur dhe pa e braktisur pas 2 javësh? Kjo pjesë është ndërtuar pikërisht për këtë. Thjeshtësi, vazhdimësi dhe rezultate reale. Pa dieta ekstreme, pa ushqime të shtrenjta, pa stres. Parimi i artë, jo dietë, por rutinë. Arsyeja pse shumica e dietave dështojnë është se janë shumë të rrepta, kërkojnë ushqime të pazakonta, krijojnë stres mendor. Trupi nuk pëlqen ekstremet, ai pëlqen rregullsinë. Nëse hani ushqime të duhura çdo ditë, edhe pa numëruar kalori, pesha fillon të bjerë vetë. Shembull, plani ditor për dobësim i lehtë dhe realist: mëngjesi 0.8,
001000. Zgjidhni një nga këto. 2-3 vezë perime jeshile. Kos grek tërshërë fara. Avokado vezë sallatë. Qëllimi i mëngjesit. Të mbaj sheqerin stabil. Të shmang urinë e mesditës. Mos e nisni ditën me bukë të bardhë. Ëmbëlsira. Lëngje frutash. Dreka 13 0015 00. Burim proteine. Mish pule. Vezë. Bish tajore. Gjysma e pjatës. Perime jeshile. Yndyrë e shëndetshme. Vaj ulliri. Karbohidrat opsional. Porcioni vogël tërshëre ose drithëra integrale. Mos e mbingarkoni pjatën. Ngopja duhet të jetë e rehatshme, jo e rëndë. Snack nëse keni uri. Kos grek. Fruta pylli. Arra pak. Nëse nuk keni uri, mos hani nga zakoni. Darka 18 0020 00. Le. Proteina perime. Pa karbohidrate të rënda. Shembull. Sallatë peshk. Vezë perime. Sup perime shkos. Darka të rënda bark i fryr, djegje e ullët. Si ta mbani peshën pasi të dobësoheni. Dobësimi është vetëm faza e parë. Ruajtja është sfida e vërtet. Gabimi e rënjë. Rikthimi te zakonet e vjetra. Shumë njerëz dobësohen, ndihen të lirë, kthehen te ushqimet e vjetra. Rezultati: pesha kthehet. Rregulli 80-20. 80 i ushqimi shëndetshëm. 20 ai fleksibilitet. Kjo mbron metabolizmin, shmang stresin, e bën stil jetese, jo dietë. Roli i lëvizjes pa palestër. Nuk keni nevojë për orë stërvitje. Ecje 30 minuta në ditë. Lëvizje pas vakteve. Aktivitet i lehtë çdo ditë. Lëvizja ndihmon tretjen, ul insulinën, përmirëson humorin. Si të dalloni uri reale nga uri emocionale? Uri reale vjen gradualisht. Çdo ushqim ju duket i mirë. Uri emocionale vjen papritur. Kërkon sheqer. Lidhet me stresin. Zgjidhja: pini ujë. Prisni 10 minuta. Hani proteina. Shenja që rutina po funksionon. Bark më i sheshtë. Energji më e lartë. Gjumë më i mirë. Më pak dëshirë për sheqer. Këto janë sinjale reale, jo numra në peshore. Dobësimi nuk kërkon perfekcion. Kërkon vazhdimsi. Nëse hani mirë shumicën e kohës, trupi ju shpërblen. Për mbledhje finale, qecklisë praktike dhe mentaliteti që ju mban të dobët përgjithmonë. Arritëm në pjesën më të rëndësishme. Jo sepse sjell ushqime të reja, por sepse bashkon gjithçka në një sistem të thjeshtë që funksionon në jetën reale. Sepse e vërteta është kjo. Nuk fiton ai që di më shumë për dietat. Fiton ai që i bën gjërat e thjeshta çdo ditë. 6 ushqimet për mbledhje e qartë dhe pa konfuzion. Le t'i rishohim shkurt, qartë dhe drejt. 1. Avokado. Yndyrë e mirë. Ulurin. Stabilizon sheqerin. Ndihmon barkun të ulet. Konsumoje me mas, por mos e hiq. 2. Vezët. Proteina perfekte. Rrisin metabolizmin. Mbajnë muskujt. Ulin dëshirën për snacke. Ideale për mëngjes dhe darkë të lehtë. 3. Perimet jeshile. Volum pa kalori. Fibra për bark të sheshtë. Tretje e mirë. Ngopje natyrale. Gjysma e pjatës duhet të jetë gjithmonë me to. 4. Peshku i yndyrshëm. Omega 3. Ulfm. Ndihmon hormonet. Djeg dhjamin në qetësi. 2-4 herë në javë është mrekulli. 5. Tërshëra. Karbohidrat inteligjent. Energji e qëndrueshme. Kontrolli sheqerit. Pa kriza urie. Vetëm pa sheqer dhe në kohën e duhur. 6. Kosi grek. Proteina probiotik. Bark më pak i fryrë. Metabolizëm më aktiv. Snack ideal. Zgjidh gjithmonë versionin natyral. Qecklis ditor për dobësim, ruaje këtë. Çdo ditë pyete veten. A hëngra proteina sot? A pata perime në pjatë? A shmanga sheqerin e fshehur? A piva mjaft ujë? A lëviza pak trupin? A fjeta mirë? Nëse përgjigja është po për shumicën, je në rrugën e duhur. Mentaliteti që ndan ata që dobësohen nga ata që dorëzohen, mentaliteti i gabuar. Ose perfekt, ose hiq. E prisha sot, s'ka më kuptim.
Do filloj nga e hëna. Mentaliteti fitues. Bëj më të mirën që mundem sot. Një vakt nuk më prish. Vazhdoj normalisht. Dobësimi nuk është vije drejt, është proces. Çfarë të bëni kur pesha ndalet? Mos u trembni. Është normale. Kontrolloni gjumin. Rrisni proteinat. Ulni stresin. Lëvizni pak më shumë. Trupi ndalet për t'u rregulluar, jo për t'ju ndëshkuar. Shenja që jeni në rrugë të duhur, më të rëndësishme se peshorja. Bark më i sheshtë. Rroba më të lirshme. Më pak uri. Energji më e lartë. Humor më i mirë. Këto janë fitore reale. Mesazhi final më i rëndësishmi. Dobësimi i qëndrueshëm. Nuk vjen nga vuajtja. Nuk vjen nga ndalimi i gjithçkaje. Nuk vjen nga dieta ekstreme. Ai vjen nga ushqime të zgjuara, rutina të thjeshta, durim me veten. Nëse i mbani këto 6 ushqime në tavolinën tuaj dhe ndiqni parimet që pam, trupi juaj do të bëj pjesën tjetër.